Kjo bim ka habitur të gjithë mjekët. Një gotë çaji kamomili është zgjidhja për çdo problem. Çaji kamomilit është përdorur ndër shekuj për aftësinë e tij për të lehtësuar dhe qetësuar organizmin. Mjafton një filxhan i tillë dhe shumë prej shqetësimeve do të zhduken menjëherë. Çaji kamomilit është i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Pirja e një gote me çaj kamomili në ditë ose thjesht gargara me çajin e kamomilit gjithashtu mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Çaji kamomili do të përmirësojë mishrat e dhëmbëve. Ai do të lehtësojë gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të barkut dhe shqetësimet që lidhen edhe me aparatin tuaj tretës, duke u kthyer kështu në një nga produktet më mbreslëndse në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Çaji kamomilit. Nëse keni probleme me sistemin tretës, mund ta relaksojë atë dhe të ndihmojë gjithashtu në tretjen më efikase të ushqimeve, duke e kthyer kamomilin në një prej produkteve më të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Çaji kamomilit mund të trajtojë gjithashtu problemet tuaja të diarres, madje mund të jetë një lehtësues i përkryer kundër këtyre shqetësimeve. Nëse jeni në kërkim të një mënyre natyrale për të lehtësuar dhimbjet menstruale, provoni këtë çaj bimor. Kamomili mund të qetësojë pickimet e insekteve, problemet e skuqjeve të lëkurës, gjithashtu dhe acarimet e saj. Çaji kamomilit është i mirë për vetitë e tij qetësuese dhe mund të lehtësojë problemet tuaja të ankthit, depresionit dhe mund të konsumohet edhe në mbrëmje për një gjumë më të qetë dhe gjithashtu më relaksuar. Kamomili është përdorur si një ilaç tradicional prej mijëra vitesh, për të qetësuar ankthin, stresin dhe për të qetësuar gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të barkut. Ai është konsideruar nga ekspertët si një nga përdorimet më të mira në kultura të gjalla dhe mund të japë rezultate fantastike në organizëm. Disa studime kanë treguar se kamomili i përdorur në kombinim me bimet e tjera mund të ketë përfitime të larta në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Megjithatë, si me çdo produkt tjetër të kombinuar, vështirë të thuhet se cilat janë përfitimet që vijnë nga secila bim. Për sa i përket kamomilit, ai përdoret edhe në receta bimore dhe ka lehtësuar shqetësimet e stomakut, urthit, të përzierat, të vjellat dhe përzierja e kamomilit mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që kamomilin ta keni pjesë të dietave tuaja, kështu do të lehtësoni edhe dhimbjet e barkut. Shpërlarja e gojës me kamomil mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë, si për shembull kur bëhet fjala edhe për mishrat e dhëmbëve, duke i ndihmuar ato të jenë më të shëndetshëm dhe më të qetësuar. Gjithashtu kamomili mund të përdoret edhe në ushqimet tuaja në kombinim me dietat tuaja të përgjithshme, dhe ndikimi i tij në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe i fuqishëm. Kamomili është një nga llojet e luleve që përdoret në formën e çajit. Ai përdoret ndër shekuj si në qytetrimet e lashta, ashtu edhe ato të tanishme. Është gjithashtu një nga përzgjedhjet më të mira me ndikim të mirë në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet unike që do të merrni nga kamomili. Kamomili është një bimë shumë e fuqishme në dobi të organizmit që do ju ndihmojë të flini më mirë. Një nga përfitimet më të njohura të kamomilit janë efektet e tij pozitive në shëndetin tuaj të gjumit, citojnë në studimet. Një analizë e fundit zbuloi se kamomili mund të sjellë përfitime të mira në çrregullimet e gjumit, si dhe ato të ankthit, duke renditur atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese në dobi të shëndetit. Cilësia e dobët të gjumit mund të rrisë gjithashtu riskun e problemeve të organizmit. Ndaj përdorimet të tilla të kamomilit mund të jenë lehtësuesit e duhur të shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kamomili gjithashtu mundet të ndihmojë kundër komplikacioneve shëndetësore të lidhura gjithashtu me radikalet e lira dhe mbi të gjitha të mbështesë edhe shëndetin tuaj tretës, duke e kthyer kamomilin në një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kamomili, një nga efektet më të zakonshme pozitive të tij është edhe efekti tretës,
që mund të përmirësojë ndjeshëm sistemin tuaj gastrointestinal. Kamomili do të qetësojë simptomat e problemeve të reflukseve, të acideve dhe të zvogëlojë inflamacionin në organizëm. Mjekët tregojnë se kamomili mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në aspekt të shëndetit tuaj të tillë. Kamomili mund të zvogëlojë gjithashtu edhe problemet e lidhura me diabetin. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e problemeve, diabeti është një sëmundje që u ve në rrezik të lartë të shëndetit tuaj, dhe përdorime të tilla të kamomilit mund të jenë një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të shëndetit për shkak të përmbajtjes së lartë që ai ofron lidhur me elementët që mund të mbajnë larg këto komplikacione. Kamomili është një bimë me shumë përfitime dhe ndikimi i tij në organizëm do të luajë një rol të mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Një përfitim i kamomilit është përmirësimi i polifenoleve të lipideve. Kolesteroli i lartë është një nga faktorët e riskut për sëmundjet e zemrës, kështu që çaji i kamomilit mund të sjellë përmirësime të shëndetit të zemrës si rezultat. Kamomili mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë efektive në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të depresionit. Siç e përmendëm edhe më herët, kamomili mund të përmirësojë simptomat tuaja të depresionit. Ndikimi pozitiv i kamomilit në cilësinë e gjumit mund të zvogëlojë gjithashtu riskun nga depresioni, citon Healthline. Për më tepër, pirja e çajit të kamomilit në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një prej përzgjedhjeve më të mira në cilësinë tuaj. Studiuesit besojnë se kamomili mund të japë efekte afatgjata në mbrojtjen e organizmit. Kamomili lehtëson gjithashtu edhe problemet menstruale. Askujt nuk do t'i pëlqente të përballej gjithashtu me ngërçet dhe me humorin e ulët, gjithashtu edhe me problemet e menstruacioneve. Për fat të mirë, kamomili mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Kamomili mund të jetë gjithashtu një trajtim efektiv bimor në sindromën premenstruale. Për sa kohë kamomili konsumohet në dietën tuaj në format e tij natyrale, përfitimet do të jenë të menjëhershme dhe të plota. Ekspertët e Healthline citojnë se kamomili mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e tij, sigurohuni ta konsumoni atë në formën natyrale. Çaji i kamomilit mund të funksionojë gjithashtu edhe si një terapi shtesë për çështjet e ndryshme shëndetësore, duke përfshirë këtu kolesterolin e lartë, depresionin, dhe nëse keni alergji ose jeni duke marrë medikamente të caktuara, duhet të shmangni kamomilin nga dieta juaj për të evituar kështu edhe gabimet në përdorim. Kamomili është një bimë me shumë përfitime të larmishme në dobi të organizmit dhe konsumi i tij në dietën tuaj mund të sjellë një sër përfitimesh. Kamomili ndihmon kundër problemeve të pagjumësisë. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, i cili është një flavonoid i cili mund t'i japë bimës ngjyrën e mebollëkt të antioksidantëve që ndihmojnë në luftën kundër toksinave dhe radikaleve të lira, duke e kthyer kështu këtë në një element të fuqishëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Çaji i kamomilit ruan gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Çaji i kamomilit është shumë i shëndetshëm për kockat tuaja. Gjithashtu ai përmban elemente të mirë të flavonoideve që ndihmojnë kockat të jenë më të forta, më të shëndetshme dhe mbi të gjitha më të mbrojtura. Kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme, gjithashtu edhe në ndërtimin e nyjeve tuaja. Ky zbulim jep efekte mjaft të mira kamomilit në një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kamomili është një bimë e cila mund të japë shumë përfitime edhe kundër problemeve të ankthit dhe të stresit. Kamomili është i mirë kundër ankthit kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit dhe duke mbajtur larg komplikacionet e tij. Sigurohuni që kamomilin ta keni përzgjedhjen tuaj më të mirë në dobi të shëndetit dhe të mbani larg këto komplikacione, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.